Komuna e Gostivarit ka filluar projektin më të madh deri tani në malsinë e Gostivarit që është realizuar në dekadat e fundit. Bëhet fjalë për asfaltimin e rrugës Sërmnov-Gjenovic. Vlera projektuese e investimit është 400.000 euro dhe fondet janë siguruar nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe Rekonstruim nëpërmjet Agjencionit të Rrugëve të Republikës Maqedonisë, kurse gjatësia e rrugës që do të asfaltohet është mbi 4 kilometra me gjerësi deri 5 metra. I pranishëm në fillimin e punimeve, kreu i Gostivarit Nevzat Bejta premtoi se punët nuk do zgjasin më shumë se rreth një muaj, duke shtuar më tej se kjo rrugë është një histori të veçantë, pasi do lidhen shumë fshatra të malësisë dhe pas qarkullimit më të lehtë për banorët e kësaj do kompenzohet edhe koha. Unë e quaj këtë ditë si ditë historie, për shkak se banorët e kësaj me dekadat e tëra, me decenjet e tëra e kanë pritur që të rregullohet kjo pjesë e rrugës, se kjo pjesë e rrugës i lidhen shumë me vendbanime në malësi, po dhe ajo që është më kryesore e lidhen edhe qytetin e Gostivarit, e lidhen edhe pjesën e Mavrovës bashkë me Dibrën edhe Kërçovën, edhe besoj se dëshira dhe kërkesa e çdo banorit e kësaj ane, qoftë ata të cilët jetojnë në për këto katunde, qoftë ata të cilët për shkaqe të ndryshme ekonomike janë shpërngulur, tashmë ju krijojmë kushte të mira. Edhe ajo që ka qenë në ëndër, sot do bëhet realitet. Sot fillojmë me punën për ta ndërtuar rrugën e cila do ta lidhet Serovën me Sërmnovën, ose sot me punë fillojmë prej Gjenovice që kalohet në për Bigor edhe lidhet me rrugën e Sërmnovës. Është një rrugë me një distancë 4 kilometra, gjithsej do jenë në 7 kilometra, kur do të lidhet edhe me pjesën e Simnicës dhe Cerovës. Me gjerësi do të asfaltohet 3.5 metra, gjithsesi me tampon do të bëhet rruga 5 metra, do jetë e mbrojtur me mbrojtëse anësore, domethënë me gjitha standardet e cilat i kërkojnë. Vlera do të arrijë mbi 24 milion denar ose afër 400.000 euro. Banorët e fshatit Gjenovic prej aty dhe ku kanë filluar punimet, thonë se kjo ka qenë kërkesë e kamotshme e tyre. Andaj ata shprehen falënderimin ndaj udhëheqësisë aktuale të komunës së Gostivarit, personalisht kryetarit Bejta, i cili siç thanë banorët mbajti premtimin e dhënë. Sipas banorëve, posaçërisë mes fshatrave të malësisë, kjo rrugë do ndikojë edhe për ekonominë e kësaj ane. Kjo rrugë ka rëndësi të madhe, ne si bashkësi lokale e fshatit Gjenovic kemi pas tentime çdo herë për ta kemi pas kërkesa, kemi qenë iniciatorë të kësaj kërkese, po me gjithë bashkësitë lokale tjera si bashkësia lokale e fshatit Sërbinov, fshatit Simnicë, fshatit Tërnov, padalisht dhe të bashkësitë tjera lokale ku kemi bërë gjithmonë kërkesa që kjo rrugë të asfaltohet dhe të rregullohet, për shkak se ne kemi lidhje familjare, kemi lidhje ekonomike, çdo me fshatra tjerë dhe kjo anë ka qenë gjithmonë ka qenë endame. Kurse tash së shpejti do të afrohemi dhe gjithë këta ëndër që kemi pas do të marrin fund. Për investimin nuk do të tham kur gjatë, do të tham se kryetar nuk kemi pas më të mirë se Nevzat Bejtën. I vetmi është tami sa i kom 70 vjeton, asnjëri nuk ka punuar për vendin tonë tami. Është shumë aktiv, ka energji të madhe ka, po investimi ani se bëhet tami. Edhe ky investim është i vlefshëm se na lidh shumë katonde, po kemi raste tami në gëzimi edhe raste tjera, më të shkojmë kolla ka Gostivari, po afrohemi mbajemi njëri me tjetrin. Rruga Gjenovic-Sërmnov do të asfaltohet komplet ndërsa së shpejti pritet të fillojë, edhe asfaltimi i rrugës Simnicë-Cerov me gjatësi 1.3 kilometra, e cila do të asfaltohet me po të njëjtat mjete, ndërkaq për pjesën tjetër të rrugës të mbetur prej 1.7 kilometra do të kryhet me mjete nga burime tjera që ka siguruar komuna e Gostivarit. Me asfaltimin e këtyre dy rrugëve do të lehtësohet qarkullimi i banorëve të malësisë së Gostivarit, por edhe do të lidhen këto vendbanime me magjistralen Gostivar-Kërçov.